nuk funksionon me votë, funksionon me ndryshimin e gjendjes një personi, ndryshimit gjendjes njerëzve që rrethojnë atë person, me radhë deri në ndryshimin e gjendjes në komunitet. Ka protestuarit, kulturën e mbajtur përgjegjësi, dhe të jemi një popull që kemi vullnet, që kemi nerv, që kemi mendim, që kemi zemër, që kemi qëndrim, që kemi karakter, që kemi shtyllë kurrizore. A do më zëgjë mua gjumë i ratë në atë nëse unë realizoj një ambicje time personale, po ndërkohë vendi tim po ndodhi padrejtësirash. Çfarë mësove ti në këto 35 ditë protest, duke qenë se je çdo ditë aty? Tash në qoftë se nuk ngrihesh për drejtat e tua, çfarë ngrejtje pretendon ti të bësh? Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jon, ju ftojmë Na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Hajde. Si që do zakoni, Kosta bën hapjen e episodit të Qelim episodin të hapur. Hapim qelur. Jemi mbledhur këtu për një çështje shumë të rëndësishme, për të pajtuar çiftin. Unë dërgoj me të gërvishtur ashtu. Futesh mes. Po më sa kam kuptuar sot do flasim për temën e më aktuale, që është Me sa kam kuptuar, unë që këtu dështove, po. Se surprizë. më thanë temën në momentin e fundit, por fatmirësisht është një temë që kam qenë i përgatitur për plot 35 ditë tani. Po kush është ai që ta thot temën në moment të fundit ty po? Nuk e di. Po fatmirësisht kam të përgatitur se Po. kam 35 ditë që përgatitem për këtë temë. Sot është dita 35 e protestës. Ja, protesta më të bukur. Ka natyrshëm përgatitje. I ka qenë protestë. Po. Ka natyrshëm përgatitje për një protestë. Dhe kjo do jetë tema e sot. Po, kjo do jetë një ndër fokuset kryesore normalisht, se ka përshtypjen që do të i futemi edhe pak në thellë. Po. Shkaqet, E shohim rrugës. e shohim shkaqet. Tani me që e nise dita e 35 të protestës. Me gjë tjetër 36 atë Lena. Po. Hajde të marrim seriozisht pastaj. Çfarë të shtyu ty të shkosh në protestë, dhe a ke shkuar që ditën e parë në protestë? Po. Dua sinqeritet. Po. Shkoj ditën e parë. 31 maj më sa bëhem ishte. Shkoj ditën e parë. Nuk isha shumë aktiv në rrjetet sociale ditën e parë. Pastaj sepse kisha këtë mentalitet në fillim që ja po s'ka nevojë ta postoj ande këtej, por ndryshova mendim sepse në të vërtetë është e rëndësishme që të tregohet që kemi njerëz që kemi dalë, s'kemi dalë kot, s'kemi dalë për ekshibicionizëm, por kemi dalë për të mbështetur një çështje, kemi dalë sepse jemi idealist, kemi dalë sepse duam këtë vend, dhe kemi dalë që të krijojmë të frymën që nuk kemi vetëm, dhe kemi 1 2 3 4 pika që na bashkojnë, që ky vend të zhvillohet, dhe është mirë që ta postoj dhe më vonë nuk bëra aktiv në rrjetet sociale. Po nuk më the pse shkove që ditën e parë. Shkova ditën e parë sepse normalisht ishte papranueshme ajo që ndodhi. Jo vetëm fakti që po bëshin brapa kujtave para pyetur njërin e për tokën tonë, plano, që si kemi ne, po dhe treja të zvarë njeriu që ai të shkoi për të protestuar. Por mbi të gjitha pozicionimi im është i tillë që në të vërtetë ai që ndodhi para një muaji është pika që deri godën. Sepse arsyeja pse unë dola që ditën e parë është që deri diku po kritikoj pak veten, edhe pse gjithmonë kam qenë idealist dhe kam dashur të jap diçka për këtë vend. Më kisha kapur një lloj Apatie. pirje do thosha. Se apatia do ishte Graderon. Graderon. Që atë mund të interesoj fare. Edhe Një stad mos reagimi. po, edhe ishte një shkundje për mua që ta rris pak ritmin, të jem më prezent, por se kjo do thot pak gjumë, sakrificë. Prit tash i marrim pak më shtruar. Thej që dola që në fillim, që ditën e parë, edhe Se çështja është me të kap në mashtrim. jo, çështja është që dua të hyj më në thelb arsyes që pse ke dalë, sepse ne sot nuk jemi ekspert të fushës politike,
Thjesht jemi protestues qytetar thjesht edhe duam të nxjerrim këndvështrimin si qytetar thjesht dhe pjesëmarrës në protestë. Tani, realisht që ditën e parë ti e ndjeve këtë që ishte pika e fundit që derdhi gotën, apo në fillim shkove thjesht me instiktin që të merr protesta, që pe një lajm aty, një situatë që nuk ishte as pak e këndshme, që u tërhoqën zvarr edhe po dal për pushtimin e territorit. Një mora informacionet më parë. Nuk isha në Zvernec ku ndodhi ajo gjë, sepse është bërë një protestë më parë në Zvernec, unë nuk isha aty. Po isha te kjo e para që bëhet tek para kryeministrisë. E mora gjithë informacionin, e normalisht e gjykova me timen që do të bërë diçka. Ishte thirrur dhe lajmi për protestën. Edhe nuk e mendova shumë. Jo, dua të di si u zhvillua ndjesia jote si pjesëmarrës në protestë. Për shembull, ditën e parë nuk besoj se ishte aq e qartë, ose të paktën kështu ka ndodhur te unë. Nuk ishte aq e qartë qëllimi që ne po dalim kundër sistemit. Me zhvillimin e protestës në ditët në vazhdim, fillohen njerëzit edhe u zgjuan nga ajo mpirja që përmende ti, edhe po reflektonin që prit se nuk është vetëm çështja e Zvërnecit, edhe çështja e pushtimit të territorit, po ka diçka më shumë për të cilën duhet ngrim zërin. Po, duke qenë se kam dalë disa herë protestë, ai që bëu para 2 vitesh për shembull për skandalin e onkologjikut, në rastin e teatrit, për armët kimike, të taj studentëve nuk kam qenë aq aktiv se sa tek këtu, me të jem sinqert, po që ai do të them është që gjithmonë kam dalur me një synim shumë të qartë që të dëgjohet zëri jon kundër sistemit. Po. Qartë. Kalojmë te Albani. Ti ke dalë që ditën e parë në protestë? Se më men. Duhet se po. Se unë jam i qikë shu, dhe me thonë, edhe jam i flak, po me eksperiencë, me kalimin e kohës, me thonë, të përgjithsisht protestat do s'do janë politizuar. Me thonë, kapen. Përfitohet nga situata dhe ka gjithmonë kështu kontingjente, dhe unë nuk sulem kështu si thënë ase shprehjes qapi ke kasapi. Po që o ditën e parë, po, bashkë kemi qenë. Që dita e parë, po të pyes ty tash se më mend. Besoj dita e dytë ndoshta, jo dita e parë. Po. Për të njëjtën arsye që ta sepse nuk ishte bërë. Desha të shoh është organizuar konkretisht nga opozita, është në një parti politike se kjo ka qenë. Apo me vërtet populli po çohet, si më thon, për drejtat. Do doja të isha i pari që kisha marrë iniciativën, po dikush është tregu më kurajoz. Kështu që kam qenë ditën e dytë kemi shkuar në protestë. Do të thonë në vazhdimsi pastaj gjithkohës. Qyke protesta para kryeministrisë deri tek marshimi pastaj më mrapa që është marshuar. Dua të më argumentosh njësoj siç pyeta dhe Kostën, arsyen edhe çfarë të shtyn ty që të shkosh çdo ditë, se nuk janë pak, është dita e 35, domethënë është i protestë goxha afatgjat. Po, çuditërisht afatgjat, domethënë në kuptimin e mirë. Unë jam një person i cili ti e di që jam gjithmonë kështu në opozitë me çdo lloj partie që vjen pushtet, sepse janë gjithë ajsoj. Domethënë praktikisht këtu bëhet fjalë për 36 vjet mas komunizmit normalisht, po është shumë e vjetër se kaq. Domethënë, mi them edhe prindëve të mi që po të kisha lind në debate sipër, po të kisha lind në komunizëm, unë do më kishin vrarë, domethënë. Ose do isha internum, nuk e ul dot kokën, domethënë, jo për çështje ego, po padrejtësitë janë frikshme edhe nuk ka i biti jeto shkot, domethënë për çfarë jetojnë njerëzit, nuk e kuptoj, domethënë është si lindim, bëjmë para, bëjmë kompromis, bëjmë korrupsion, çdo lloj gjëje që të jetë e mundshme që ta realizojmë atë konceptin e masës për jetesën, të marrim një shtëpi, të vëmë ca lek në bank edhe të vdesim fund. Domethënë, edhe kjo është pa kuptim, s'ka logjik, domethënë nuk ka kuptim, nuk qëndron. Unë jam i parimit botës për teme, domethënë nuk luftoj për gjëra materiale. Gjëra materiale më pasojë. Kështu që normalisht do isha gjithmonë në kundërt me
sistemin. Po le të themi heqim komunizmin e përparshëm edhe rrim ke këto 36 vjet demokracinë thonjza. Socializëm agresiv. Shpo e njëjta parti, bën po të njëjtat fytyra që qarkullojnë pushtetin me njëri tjetrin, kanë një skript që bëjnë sikur zihen, bëjnë sikur ndahen, bëjnë sikur grinden, po fatikisht janë tavë gjithë, domethënë këto, po fatkeqësisht populli nuk i kupton këto gjëra, bëhet fans deri në pikën sa i bëjnë zotra. Domethënë Edi është zoti i një grupacioni, Sala apo kushdo tjetër zoti i një grupacioni tjetër. Në kuptimin e parë të fjalës. Tashi, ajo që më bën mu të dal në jo 35 ditë, po praktikisht unë jam i gatshëm të luftoj fizikisht dhe me armë për besimin Zot, për lirinë e kombit, edhe për familjen, tokat, Por jo si agresor, për të mbrojtur, në këtë sens. në vetmbrojtje. Mbrojtje. Në vetmbrojtje. Edhe du ta theksoj te këto daljet me vezë, me gjujtje, me agresion, se do mbase nuk e di si e ke programu, po mbase do të ndalemi edhe ande, unë nuk jam shumë dakord që të shkojnë 50-100 vet, edhe të bëjnë agresion. Jo se meritojnë ato, po unë jam i parimi që dhuna është vetëm në vetmbrojtje. Do të thonë, unë mund të kërkoj drejtat e mia goxha fort, deri në pikën sa o do dorëzohen, o do msulmojnë, aty do vetmrohem. Përsa i përket protestës, siç thash, domethënë, unë jam i gatshëm që të luftoj me jetë. Domethënë, njerëzit nuk e kuptojnë që armiku më i fortë është mrena. Domethënë, shqiptarët gjithmonë e kuptojnë armikun si të jashtëm. Domethënë, e kuptojnë armikun si të huaj. Si serbi, greku, turku, që edhe mund t'jenë. Amerika, qifutët, e quajnë gjithmonë armikun e jashtëm, po nuk duhet të harrojmë që armiku më i keq është brenda. Domethënë, asnjë armik i jashtëm nuk bën punë pa pas tentakulat brenda vendit, domethënë pa pas akses në popull të vendit ku tenton të bëjë diçka. Kështu që unë përgjithsisht jam i gatshëm të luftoj deri në vdekje armikun e brendshëm. Do thonë, po të shkoj puna për vetmbrojtje, domethënë. Po të shkoj puna për të mbrojtur familjen, besimin Zot, komshiun, njerëzit e mirë që dalin protest, kryeministrin i cili nuk është moralitet. Nuk do ta pranoje. Është tiran. Domethënë është ngjashëm me faraonin e Mojsiut. Edhe këto lloj individësh nuk e perceptojnë realitetin, nuk kuptojnë, jetojnë jashtë realitetit, domethënë totalisht, të rrethohen nga individ si vetja vet, edhe kujtojnë se ai është realiteti. Në realiteti është shqiptarët kanë lek, sepse njerëzit me cilën ata rrethohen janë po të njëjtit njerëz, individ që vjedhin e sakatojnë këtë vend, e vjedhin pa hesap. E shkatrojnë totalisht, domethënë. Nga çdo lloj nuk kanë frena fare, nuk frenojnë absolutisht, nuk kanë minimumin e ndërgjegjes, janë totalisht pa përgjegjshëm, pa ndërgjegje dhe shumë të ligj, janë shumë të ligj. Këto lloj tipash nuk e kuptojnë, domethënë, janë vetë reagime që i shoh nga ai s'ka qenë herë kryeministri, domethënë, asnjëherë, madje 6 muaj ka qenë kryetari i bashkisë, le të themi, i imi, edhe pastaj s'ka qenë sa e pam se ça mostra është. Kështu që ai s'ka qenë as i ditë kryeministri im, domethënë mund të ketë qenë kryeministri disa persona të tjerë, ka qenë gjithmonë robi huj për mua. Unë sa kam respektuar, sa kam qyt ndonjëherë. Kështu që le të themi ka qenë armik, në fakt. Ai bashkë me njerëz si puna e tij. Ça më bën mu të ngrihem është shumë më e thellë fatikisht, unë duhet të përmend një varg. Është vargu 11 i kapitullit 13, Zoti thot kështu: turne ëngjësh thot, qëndrojnë me secilin prej jush thot, edhe ju turne në sensin që bëjnë turn, pune, le të themi, me secilin prej jush, edhe ndrohen thot turne ëngjësh me secilin prej ju ruajnë thot, qëndrojnë para dhe pas jush thot, edhe ju ruajnë përputhje me vullnetin e Zotit, ndaj secilit prej jush. Me thënë, ndaj dijes që ka Zoti për çdo individ. Kështu që thot Zoti, unë nuk e ndroj thot gjendjen e asnjë populli thot, në mos e marrshin ato vetë vendimin për të ndryshuar. Çfarë nuk kupton ky varg?
Domethënë, meqense Zoti është në kontroll. Zoti është më i plotfuqishëm edhe është në kontroll të çdo gjëje. Asgjë s'ndodh rastësisht normalisht edhe çdo popull merr atë që meriton. Si funksionon është që momentin që njerëzit ngrihen për drejtat e veta, ngrihen për një çështje të drejtë, ngrihen për një çështje të mirë, luftojnë të keqen, atëherë Zoti i ndihmon edhe ëngjët janë specifikisht veglat Zotit për me realizu planin. Një person pson infarkt, një që është në pushtet pson infarkt, pson një aksident, ndodh diçka që situatat ndroj, ndodh diçka kryeministrit, ndodh diçka partisë në pushtet apo individëve apo biznesmenave në masë që janë pjesë oligarkëve që janë pjesë e shkatrimit, se mos harrojmë që po flitet poshtë e Rama në burg, Berisha në burg, po aty është Taulant Balla, Belinda, me gjithë janë tuf shumë gjona që unë propozoj që të bllokohen, të sekuestrohen pasuritë edhe të sugjenosen, të përzehen nga vend, të fshihet emri fare. Mos kenë më akses në këtë vend. Unë kështu e konceptoj protestën, unë kështu e du. Po që është, siç e tha dhe profesor Elvis Hoxha, është shumë e mirë që protestat zgjasin, se sa më shumë zgjat, aq më shumë edhe spaku merr forcë, aq më shumë individ dalin në pa, domethënë, deri në Itali kur tha profesor Elvisi që duhet kap krimet e italianëve në Shqipëri. Tash unë nisem nga ky varg, të cilin e kam parim jete. Unë ja kam thënë gjithmonë njerëzve që vota që ju bëni është fars, është idiotlik, se vota vidhet edhe përfundimisht në pushtet vjen një person që është përcaktuar për të vu. Nuk ka rëndësi që çfarë votoni. Nuk funksionon me votë. Funksionon me ndryshimin e gjendjes një personi, ndryshimit gjendjes njerëzve që rrethojnë atë person, me radhë deri në ndryshimin e gjendjes në komunitet. Ndryshimi i individit edhe shoqërisë. Po, sepse kur e ndryshon individin. Madje më fal se po përmend prapë i varg tjetër, cilin e kam të shenjtë edhe lidh me situatën, prap Zoti thot mos kujtoni, thot se dënimi im thot është i kufizuar vetëm në mes keqbërësve mes jush. Pra, janë keqbërësit, po janë edhe apatikët. Në qoftë se një shoqëri, le të themi, mbështet apo toleron komunitetin LGBTQ apo propagandën homoseksuale që bëhet mas, edhe pedofilin, edhe shkatrimin e bërthamës familjes edhe të fëmijëve, ajo shoqëri mund të goditet nga i tërmet, mund të goditet nga një event kataklizmik shumë i madh, i cili është për te vetë keqbërësve. Domethënë do kap edhe individet që mos jenë si ato, po e më varja, ke parasysh, nuk ka rëndësi. Tolerojnë keqen, të ligën, domethënë, se është mirë ta përcaktojmë saktë. Tu nuk po flitet për drejta njerëzore, se edhe kjo është një temë se ngrihemi aty edhe sepse mrena protestës një grupacion i fortë LGBTQ është mrena, po nuk ngren flamurin, tot Open Society e tot Soros i ke brenda aty në protestë. Po që janë 10%, 90% unë kam dalë për... Për masa ka që të mëdha normalisht ka element pa fund, të fillu për shumë persona që rrinë afër bokseve e mikrofonit. Ne të arrim në një qëllim të përbashkët, pavarësisht se çfarë përfaqëson. Jo, unë nuk bëj kompromis me asnjë lloj entiteti. Jo për kompromis, por qëllimi aktual. Unë nuk kam qëllim përbashkët me 10% protest. Por qëllimi përbashkët është që të hidhet ky sistem. Jo, nuk është qëllimi me ato, prapë unë po të kundërshtoj se jam dakord as politisht me që thu. Domethënë, unë qëllimin e përbashkët e kam me 80% protestuesve. Ato nuk janë me një qëllim me mua. Unë jam me qëllimin e 80% popullit që është aty, edhe është mjaftueshëm. Po them që janë mbi 80%. Më thënë, shumica janë protestues të mirë. Më thënë, janë populli që i kanë më e fundës. Më vje keq që i shoh, do më thënë, duke shku drejt protestës, shoh njerëz që rrinë kafe, është një situatë shumë surreale, janë dy realitete, po, okay, do më nuk pajtë si kas të shi. Desha pys Kostën këtu. Çfarë mendimi ke ti për individët që nuk janë pjesëmarrës në protestë? Që mendimi kam për... A është detyrim moral që çdo individ të ngrihet në një protestë të këtyre përmasave? Tani, përgjegjësi është për të gjithë. Ndoshta nuk doja fjalën detyrim, për mua është. Po tani varet se si e shef secili. Unë nuk do të flas në emër të gjithëve, por që është përgjegjësi po, se është vendi jonë. Janë drejtat tona, shteti jonë, dhe gjithë kemi përgjegjësi që kur bëhet një padrejtësi, të ngrihemi. Absolutisht.
Dhe nuk dua të pozicionohem sepse nuk janë në mendjen e gjithëve atyre që nuk vinë. Dhe Jo, nuk dua, në fakt nuk është çështje pozicionimi, është më shumë se kjo është një çështje madhore dhe na përket gjithëve, dhe krimi, korrupsioni, shtypja, vjedhja janë bërë më së dukshme tashmë, kështu që është një detyrë qytetare, individuale, e gjithëve që duhet të reagojnë për... Nuk do të pozicionojnë të them arsyen pse s'vin. Në këtë sens e kam. Por që sigurisht që unë mendoj që duhet vim sa më shumë duhet të vim. Sepse ky është çelësi që ne më në fund që siç e kam thënë disa herë të krijojmë atë kulturën e protestuarit, kulturën e të mbajturit përgjegjësi dhe të jemi një popull që kemi vullnet, që kemi nerv, që kemi mendim, që kemi zemër, që kemi qëndrim, që kemi karakter, që kemi shtyllë kurrizore. Sepse po nuk e ndërtuam këtë kulturë, këtë shpirt, këtë mendje, që fillon nga vetja e secili për nesh, po dhe kolektivisht, kushdo që të vinë në pushtet, nuk do ketë një kontrapedal. Sepse unë jam i këtij mendimi që sigurisht dikush është më i zhytur në korrupsion dhe në të keqe, dikush më pak. Por pushteti është një kafshë shumë e rrezikshme, që kushdo që do e marrë pa u testuar nuk mund të vërë dorën në zjarr, sado idealist dhe i pastër duket kurse ka provu pushtetin. Dhe është një vendimet më të mëdha që ekziston pushteti. Dhe nuk mund t'ia lëm verbërisht në dorët e dikujt të ri që vjen. Thjesht sepse nuk është provuar, thjesht se flet bukur. Sepse ne shqiptarët kemi një tmet ndër të shumta, është që e barazojmë të folurit me oratori, të folurit bukur, me të qenit i aftë për të qeverisur dhe të qenit i virtytshëm. Jo, nuk është e njëjta gjë. Sigurisht dikush mund të flasi bukur, mund të flasi bukur kundër këtij pushteti që është tani, dhe mund të jetë shumë e vërtetë ajo që thotë. Mund të frymëzoj njerëzit, mund të bëjë të reflektoj njerëzit, por kjo është një aftësi oratoria, dhe të jesh artikuluar është tjetër aftësi, dhe të jesh njeri i mirë, dhe të dish të qeverisësh, dhe mos korruptohesh janë aftësi shumë të ndryshme. Ne shqiptarët bëjmë këtë gjë. Ne shikojmë që dikush flet saktë, flet bukur, kundër kryeministit, po thotë, "A ky do e bëj këtë vend?" Jo. Kjo tregon vetëm një gjë, që ky person flet mirë, ka aftësi oratorike. Bravo i qoftë. Por do duhet testohet për të qeverisur, sepse janë dy gjëra shumë të ndryshme. Dhe duhet dalë këtu që nëse ne nuk kemi kulturën që të bëjmë kontrapedal, kushdo që të vi, sado bukur që të flasi, me shumë mundësi dhe ai që do vinë pushtet do ketë një shans të madh të korruptohet, sepse tillë është pushteti. E thash edhe një video që postova vetë që dhe jashtë shtetit shohim ne që ngrihet populli dhe japin dorëheqje ose stepen qeveria. Unë nuk besoj se në shumicën e kohës e bëjnë sepse me gjëna për popullin ose bën një reflektim shumë të thellë. Uroj që po në shumicën e rasteve e bëjnë sepse kanë frikë nga populli. Dhe ajo fraza është qeverit duhet të kenë frikë populli, dhe jo populli qeverit, që është ajo shpreha e filmi V for Vendetta, dhe është shumë shprehje e bukur, shumë shprehje e vërtetë. Dhe për të arsye që të dalë tek përgjigja, ne do ta kemi si kulturë, përveç se si përgjegjësi individuale, që kur e bardha nga e zeza është e qartë, ku padrejtësia është ashiqare, të mos gënjejmë veten tonë për të qëndruar rehat, por dalim, sepse është përgjegjësia jo, është përgjegjësia dhe për vendin që do të nesër brezave që do vinë. Është gjë shumë e vështirë, sepse do duhet të sakrifikojmë secili për nesh ratin e vet. Duhet të sakrifikojmë atë kohë që ja dedikojmë projekteve tona, ambicieve tona. Por në një vendi jon ka nevojë për ne. Në një plan afatgjatë ato projekte nuk është të realizohen në rast se nuk e pjesëmarrës. Ndoshta. Jo, ne mund të realizohen, por çështja është a ja vlen dhe kjo varet nga secili pastaj. Nuk dua të gjykoj secilin, por në boshën tim morale është kjo. A do më zëj mua gjumi rat natën nëse unë realizoj një ambicie time personale, po ndërkohë vendi tim bën lodhje padrejtësirash. Mua siç jam tani, me këtë mendësi që kam tani, jo. Ka një gjë që nuk ngacmon brenda. Që gjë mund të kem sukses, po është ajo shpreha që thotë ndonjëherë disa persona Zoti i çon drejt suksesit për të rënuar. Është simbolike, Sepse në vërtet fitoria më e madhe është morale sesa materiale apo ambicie. Sigurisht dhe ato do t'i shijojnë, përgjithësi kjo është temë tjetër. Çfarë mësove ti në këto 35 ditë protest, duke qenë se je çdo ditë aty? Edhe pavarësisht se sheshi është plot edhe e kemi parë në ditët më të bukura pjesëmarrje, por bësh një llogari
fatkeqësisht është pakica e popullsisë që dalin shesh. Pakica e popullsisë. Po, Mhm. me numra po, por më shkruar një perceptim që me popullin që me atë pjesë të popullsisë që po proteston, janë shumë më shumë veta. Dhe mendoj dhe një gjë, mos u gabojmë, nuk do jemi saktë kjo gjë, por vjet tek zgjedhja morën pjesë rreth 40%. Që do thotë, rreth 60%, diku tek 1,5 milion të paktën ose më shumë, kanë qenë elektorat gri dhe kanë qenë persona që nuk kanë qenë të interesuar të votojnë. Më shumë se këta persona nuk kanë qenë të dekurajuar, apatik, që nuk kanë më besim te institucionet, që nuk kanë më besim tek ndryshimi dhe ndoshta një pjesë e këtyre që tani janë rifrëmizuar, rizgjuar ose i kanë thirrur pak mendje, kanë reflektuar, mund të jenë një pjesë e këtij elektorati gri. Uroj të jetë kështu. Prandaj them që me protestën janë shumë më shumë se sa kanë dalë. Kanë dy ide brenda tyre që po konfliktojnë. E para është që jo dalë dhe protestojnë, sepse është e drejtë për popullimin, dhe e dyta është që kanë frikë se çfarë do më ndodhi mua nëse dalë dhe protestoj. Ose Frikë në çuptim. kanë frikë mos më heqin nga puna, kanë frikë se mos më përndjekin, kanë frikë se kush e di unë çfarë paranoj tjetër, ose do të rahat, përtoj dhe mund të kenë një konflikt. Po ekziston në gjithë këto që thej, ekziston dhe një grup njerëzish që ankohen nga sistemi, e kanë shumë të qartë. Gjithë këto që i përmeni E kanë shumë të qartë se në çfarë gjendje kanë arritur, edhe prap nuk reagojnë. Po pra, është kjo që unë më pëlqen të besoj, sepse normalisht nuk kanë fakte, që po ta njerëz, një pjesë, jo të gjithë, që po kalojnë këto lloj betejë. Edhe herë ta vjen do ta zgjidhin të vetë, do të bëjë një zgjedhje, sepse nuk mund të rinë e kokën majtas derdhë gjithkohës. Do të vijë një moment që ta ndajnë mendjen edhe të zgjedhin. Ose të zgjedhin rehatin, ose të shohin ato pjesën e tyre, interesin e tyre personal, në zonën e ratisë. Interesin e tyre personal, që është zgjedhja e tyre në fund ditës, ose të kalojnë personale, të sakrifikojnë çik. Është zgjedhja e secilit kjo. Dhe unë besoj që një pjesë janë ende duke bërë këtë betejë. Jo të gjithë janë kështu. Unë them një pjesë nga këta që ne i quajmë elektorati gri, që janë pavendosur, që nuk kanë votuar. Se ata që kanë votuar e din shumë mirë që se kurin. Ty në protest ke goxha. Ka edhe njerëz që kanë votuar janë zhgënjur edhe Po, ka dhe nga ata. Jo, madje mund të kenë votuar edhe mandatin e fundit. Po, ja ta korrigjoj veten. Ata që kanë votuar dhe e kanë shumë qartë se ku do votojnë. Po. Po. Na duhen me këto mos pjesëmarrësit? Apo mund t'ja dalim me aq se jemi? Është çelës për mua që elektorati gri më në fund të dalë të protestojë për vendin e vet, për drejtat e veta. Është një nga çelësa më të mëdha. Sepse deri tani ka ndodhur kjo gjë në perceptimin tim. Se dhe ekonomi dhe nga ana ekonomike nuk del llogaria ti blesh votat e gjitha, se deficit kanë përshtypje. Kështu që më mirë të grumbullosh një pakicë, ta mbash të bashkuar, ta vësh tek lentat e mediave dhe të krijosh iluzionin se ku jemi shumica, dhe ndërkohë një shumicë që është dekurajohet, se kujton që ne jemi pafuqishëm, se sa ti pagush gjithë, aty pastaj bie që si shtrenjtë. I kuptoj çfarë them? Kështu që është çelësi ata të ngrihen, sepse po ngrit dhe elektorati gri. Ka zem se nuk po ngrihen, ne që jemi, a mund t'ja dalim ne? Po ja dalim, se është efekti domino. Efektin e ka. Protesta do më thonë, Domino. nuk është në ditët më të zbeta, le të themi, protestës, ka pas goxha njerëz. Edhe kjo numri i vogël ka ardhur sepse më përpara ka qenë shumë më e fortë, 2-3 ditë përpara. Më thonë është normale që protestat të kenë edhe qetësime herë mas here. Më thonë edhe pastaj kjo nuk do të thotë që le të themi në 7 orë mos të plasi kështu 4 herë më fort se sa shje kur qem 300 e ca mijë vetë në shesh. Besoj se duhet fuqishëm. Kupton? Të dy flisni me bindje që do zgjas deri në shtator. Unë them se do zgjas sepse kjo është efekti ansor i mos pjesëmarrjes. Domethënë, kur nuk ke pjesëmarrës masiv, sepse me vërtet është numri shumë i madh, më shesh, po është përqindje shumë e vogël e ne popullit. kena edhe fansat ton që na thojnë hama, dole pa unë smerë mas madh, më thonë ti kthej përgjigje. Unë vje keq për këto lloj njerëzish, do më thonë sepse janë njerëz, shumica herë nuk din ku janë. Shumica nuk din drejtat
minimale, shumica janë totalisht apatike dhe jetojnë gjithë jetën si parazit. Do më thonë, parazit ke zoti, parazit ke familjet e tyne, edhe parazit në shoqëri. Janë njerëz tamam parazit. Do më thonë që vetëm dun edhe nuk japin. Më e keqja është edhe se ankohen non-stop. Do më thonë, gjatë gjithë kohës, ne kemi këto individ që janë shumë të revoltuar, shumë të flak në kafe. Po, bëjmë analizat globale në Këto kafe. gropët, se këto s'janë kështu, se këto do bojnë kështu, se këto kështu anë e këte, edhe kur vje puna që njerëzit janë ngrejt fizik, si e do të ngrejt për në. Më thënë, si e perceptojnë ngrejtme. Më vje keq se ka edhe njerëz besimtarë që e din shumë mirë që nuk bëhet agresion, po vetëm vetëmrohesh, që po bone agresion do vi unë të të njëmoj, dhe më thënë, ti e mrapsh në besimi rreth parë, ti edhe në parimi e mrapsh. E dyta, po dole në këtë orë unë vi, do më thonë, po hajde në atë orë që jemi ne, më. Hajde në orën që po vinë gjithë. Hajde erë, edhe hajde se po e diskutojmë mrapa. Po e shohim si vjen nevoja, do më thonë, këto dun direkt luftë. Direkt të hajde shkojmë, ti hymë në përshpia dhe e plum ballit se cilit për atyre dhe kryu gjasme. Nuk bëhet asnjë gjë kështu. Kështu është edhe pa drejt ke Zoti, kështu është edhe barazohesh me të njëjtin krim me tyre, do më thonë, edhe nuk jep sens logjik. Nuk ka as përparësi, ne nuk duam të bëjmë një junt ushtarake komuniste, e cila thot kështu që po qëse ti vjedh unë të fus plumin ballit. Nuk funksionon kështu. Edhe puna e plumit që po diskutojmë më shpar është sepse janë 36 vjet krime, përfshi vrasje. Do më thonë, në mënyrë direkte dhe indirekte. Këto janë politikan të cilët janë shkaktar për vdekjen e njerëzve. Disa nga Marazi, disa nga Halli, tjetri u vetvrak e Spaku. Para dyrve, Spaku ta ka turp më të madh se sa të vetvritesh para një institucioni që presupozohet të ta forcojë ligjin. Ta forcojë më ligjin. Ai është institucioni zbatues edhe dhunues i ligjit në kuptimin që do ta dhunoj ligjin tek ty te një person i cili nuk ta pranon ligjin fare kur ligji është i drejtë. Ai të vetvritet përpara në shenjë proteste, domethënë që ti ke dështu totalisht. Unë nuk po them se është mirë, hajde vetvritim se është krim shumë i rëndë. Zoti ta ka fal jetën, edhe Zoti është i më i mëshirshëm, kështu që s'duhet vetvritesh. Po tregoj se në çfarë pike ka shku shoqëria sotshme, domethënë. Qoftë edhe në besim, që nuk e kanë fare. Tash në qoftë se nuk ngrihesh për drejtat e tua, çfarë ngrejtje pretendon ti të bësh? Si e percepton ti ngrejtjen? Nuk e kuptoj. Duke shkruajtur online, unë kam një jetë që jam i zhgënjur nga populli shqiptar. Jam i mërzit, edhe jam shumë nervoz, jam agresiv, kam humb tolerancën. Si i thojnë asaj, ku pata blej paket cigare para shumë vitesh në Shkodër, kur hikën shkodrantë dhe erdhën dynje, se s'duk të bëhem racist, më thonë, edhe mas disa të blerësh paketash, i thash paktën thuj m'plaç, i thash, se faleminderit s'm thote. M'pa edhe thash plasi sherrri. Se m'pa i qik si keq. Edhe më tha m'falo djalë, tha se ke drejt, tha po tu marr me kafshët, jena bo kafshë edhe vetë, tha. Kërkoj shumë dijes, më tha mua. Me thënë, kjo është, edhe unë dashje pa dashje jam bo agresiv, do me thënë shoqëri, sepse kam pas të bëj me popull i cili korrupsionin e quajnë normal. Korrupsion, ku t'i gjoma, ne kena diskutu përpara, për tendera, për nuk jepesh tenderi për USB, për 10 euro. USB më burr. Po s'm dhe USB-n, unë s'dhe firmën. Më thënë gjëra tilla më. Janë maj peshës ke Lord of the Rings është ai me autunazën ai Golumi ai janë gjithë kështu më burr. Edhe më në fund është ngret populli, jo vetëm jam krenar. Po më duket surreale më burr. Mua më bëhet shumë qefi dhe jam shumë e lumtur që shoh brezin e prindërve tanë, që nuk i bën më përshtypje, nuk i oshen më nga humori bosh i kryeministrit dhe nga mënyrat folurit arrogante që e kishte si e përsi, sepse s'ditet që shtë Po sepse kishte botëm i popull apatik, ai del para pasqyrës, vetë vërtet, vetë the përgjigje. Qitjanet edhe ato çorapet shumë gjyshe, edhe janë zgjuar një pjesë e mirë atyre. Nuk do merrem me anën estetike të një personi, ai mund të jetë artist, nuk merrem se si vishesh ti. Kam shumë për aftësinë që njerëzit josheshin nga gjëra, nga humori, mu personalisht humori ti
Banal. S'më shdu Humori- ndonjëherë humor. T'ja huazoj pak profesorin edhe- Visi shprehjen humorit batakut. Edhe dëgjoja brezin e prindërve tanë që e shifnin me ngazëllim kur ai fliste në mënyrë arrogante. Ore kishin Edhe zot. ju dukej sikur e folur arrogante ishte vlerë, ndërkohë e folur arrogante është mangësi. Kur ti nuk ke argument, detyrohesh të flasësh në formë arrogante. Dhe tashmë i ka rënë ky miti edhe janë ndërgjegjësuar një pjesë. Edhe këtu më bëhet shumë qefi, kjo është arritje. Po ajo është një nga arritjet më, po prap ke thelbi ngretje të ngrihesh në protestë dhe domethënë se ne jemi për ditë atje, ne jemi bashkë. Protesta sa vjen e bëhet më e zellshme. Domethënë Tu dua të ndalem Po, çfarë po, shtyn po. kaq shumë popullin që mos bjerë zelli dhe dëshira për të dalë çdo ditë, se tash është bërë si normë. nuk ka Shkojmë më kthim punë, pra, sepse kryejmë po orarin. ç'a janë në protestë e kanë qartë tashmë. Shiko, domethënë ç'a kuptoj unë. Njerëzit kanë ardhur protestë, hajde dalim i herë. Kur vjen protestë, edhe shef një protestë sinqert, jo politike, ku s'ke as molotov se të shiu po dallohet edhe kush është protestë popullore, edhe kush është protestë politike. Protestet politike ke tuf idiotsh, e batakçinj, Po. e dementa, shi edhe i molotov, e kanë mene muzimu karamu, sepse kështu është skripti. Kështu është, hajde zihemi sala me Edin, fusin ato debilet e vet. Tash ideja është populli nuk ka këtë formë proteste. Protesta qytetare është aq e bukur, se shumë po kuptoj që edhe në botë bëhen politike, se njerëzit janë gjithë isaj. Është aq e bukur protesta shqiptare se ka marrë shembull gjithë bota. Ka marrë vëmendje. Po bëhet shkak që globalisht të njerëzit të ngrihen kundrejt zionistave, le t'i quajmë, domethënë se to i quajnë teori konspirative, po s'është më teori konspirative. Domethënë dihet se ç'a po vjen, edhe kush po i ble, e kush po i merr. Po ngrehen kundra se po marrin shembull, me qenë se personazhet në fjalë ishin me mbështetje të fortë izraelite, domethënë Kushner, dhëndri Donald Trump Ka një edhe diferencë, më falë të pres. Tjetër gjë janë zionistët, tjetër gjë është dikush ka kombësi izraelite. Mos i fusin gjithë në thes. shko, këtu ka arrit me i pikë se të shi ha dhe debat, ka arrit me i pikë sa popullsia izraelite tashmë është kthy, është konvertuar shu. Është punu fort në Izrael për ta bërë kohë. Ka dhe njerëz që janë Por në çdo popullsi normalisht që ka e di sa përqindesh. Do të thotë, e kam Zionizmi është si kult me vete, që tani ka pësuar Shiko, zionizmi është filozofi, po çështja është në thelb se ne, domethënë filozofia është i pjesë, por realiteti është i pjesë tjetër. Unë kam kohë që e studioj se po dalim edhe jashtë teme. Domethënë nuk du të dal jashtë teme, po është episodi. kam pa edhe prifta jehudi, domethënë të çifutëve që fatkeqësisht tani nuk bëhen me musikom. Domethënë nga 18 milion, 16 milion janë korruptu tashmë si kom. Domethënë, ai ka hyrë si virus, edhe ka degradu si Po kom. le të themi që elita do Po të që bëjë shënësi ka, domethënë se nuk jena në Izrael dhe rrim ke thelbi protestës, është Qeverisë është problemi. kemi dhënë shembull shumë të madh në botë. Domethënë edhe bota po ngrihet për shkak ton, nuk e prit unë nuk e prit që tu të ngriheshin për drejtat e jo më të bëheshin burim shprehse për kombe tjera. Mendoj që u ngritën për drejtat sepse kanë shtypur, kanë majtur shumë, kanë duruar shumë. Kur durov, Ka një limit që nuk ba ma. Nuk ba ma uj pilafi, si thënë asë shprejes, të më thënë edhe plas. Ne kena plas me ko, po që bashkomësit e mi, Zoti Bekoftë i boft marë aty një që dalin aty me qëllimin e mirë të pastër. Jam shumë krenar për to, njem shumë mirë, edhe jam shumë i qetë të kohë, do më thonë, edhe është bo burim qetësie e antistresi, fakti që sepse shohim një fije shpresë. Shkoj edhe jam në krama aty, do më thonë, aty ka lloj individ, ka edhe njerëz që mund të jenë vagabonda, ka njerëz që mund të merren edhe me drogë, ka njerëz që mund të jenë edhe pa udhëzum, që janë super të drejtë, super të butë, e super qytetar kur janë aty. Do më thonë, protesta ka shumë benefite. Kryesore, është një zonë ku filtrohet morali lartë. Por e ka efekte, po
po i mëson njerëzit që nuk se ne jemi i qik popull nga që jemi rrit nga këto 36 vjetë dhe nja Kur këto e gjithë 70 kohës vite i na kanë shtypur? kthyr kafsh. Një popull i majtë si kafsh është edhe i kontrollueshëm, është me dash, është me plan pune. Ne jena kthyer kafsh Femër me kafsh, plan puna. Edhe jena agresiv, jena rrit kështu sepse Impulsiv, jena nuk të duroj. manipulueshëm kollaj kur jemi kështu. Ne kena pas gjithmonë që kur rrim afër njëri tjetër, do më thonë shifemi se ato dacat në kelagja që s'durojnë dot njëri tjetrin, janë gati mu kacafyt. Aty nuk ekziston. Shkelin konte njëri tjetrit, kthehemi, përqafohemi, më fal o vlla, më fal, do më thonë ka një lloj dashamirësie të Është tepërt. vërtet. Me një ndjesie kolektive. që jemi bashkë. Ajo mirësia e teprume, e ke parasysh, po që është e sinqert. Ka një lloj bashkësie, është një organizëm i tërë, ajo protesta është një organizëm i tërë. Edhe unë i them se mërziten njerëzit edhe me këto 10%, 20% që janë kuajt e trojës, që janë mrena protestë. I them, shiko, çdo trup quhe protesta është si një trup, si një njeri, i cili ka edhe probleme më dha. Her mas herë ka nej smundje, jo dhe gjuri, jo ka i qik artrit, jo ka nej tumor benin që duhet heq, jo nej gjëndër, jo nej varruk, jo nej lëth. Ja mirë dhe Tashi- bërë listën. Ka kështu lëthash në protestën, kupton? Ekzistojnë to lëthat e protestës. Nuk ketë protestë. To varrukat e 100%. Mm. Është jo Po realist. rëndësishme është që trupi të jetë i shëndetshëm. Unë nuk do vras veten se më ka dali puçur ka këmba. Mhm. Nuk do ja fus plumb, nuk do hedh benzinën digje, ma kupton, do Po. kurohet puçrën. Ose puçra do e kuptoj që do bëj Do luftën e edhe vet, imuniteti do po. vi imuniteti, do e hedhë jashtë. Kështu është edhe protesta, është një organizëm i shëndetshëm që ka një 2-3 probleme shëndetësore këtu dhe aty, të cilët do hiqen me kalimin e kohës. Tash idealizma parajsa në tokë nuk mund të bëjmë. Mhm. Nuk do se do nolli hataja edhe do bëhet parajsa në tokë edhe do filloj nga Shqipëria. Po, nuk- kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë. Njerëzit duhet të jenë një çik realist, domethënë. Ndryshime duan kohë, Se po fluturojnë nga i qik për te realitetit. po bëjnë krah. Nuk e rrin tokë, edhe duhet të jesh realist. Unë du që protestat fuqizohet të kapet sa më shumë nga ky korrupsion, të eliminohet sa më shumë, të kapen sa më shumë individ. Të dalin sa më shumë të ligj derta. që kanë dekada, kanë shurë rrënja shumë thellë. Nuk zhbohet kjo, nuk mund të zhbosh 36 vjet dëm Me një muaj, po. me një muaj. Atë e bën ti, po t'ishin çu gjithë populli, po. Po me një protestë e cila rrin apatik akoma se ne kemi rreth e qartë njerëz që s'na Po, merrte mirë, po. menja, domethënë që nuk dalin, domethënë që nuk e kuptojnë se ça po kuptojnë, ku jetojnë, në çfarë realitetesh janë, se tash nëse s'del protest, se e bëre pyetje Kostës, nëse s'del protest, ose e ketë pamundur me dal. Unë e theja kështu. Ata që Ka dhe që nuk janë, Ose mendoj tash unë, nuk janë të vetëdijshëm. edhe kjo janë Atëri Janë kjo, jashtë realitetit. ose apatik, ke probleme më vëlla. Më motor. Keni probleme nëse s'dilni edhe jetoni këtu. Domethënë, sepse nuk ka mundësi të kesh jetu gjithë ditën mrena dhomës shtëpisë, edhe nuk ke dali herë, edhe nuk je në realitet. Atëherë ti ke probleme shumë e serioze se sa me dal proti ti ke herë ti duhet bësh protestë ndaj vetes. Ose nuk kanë besim, ka dhe njerëz që s'kanë besim ke keni protesta, parasysh nuk prallën e kanë elefantit. besim Ke besim ke protesta, Po. a ke besim ke Nuk- njerëzit rreth e qartë Nuk që kanë ngrihen? besim që do vi Fal, ndryshimi kur nga del kjo Kosta protestë. në protestë, edhe unë e njoh Kostën, unë e kam qartë që Kosta so idiot. E kam qartë që Kosta ka dy pare karakter, ka dy pare parim. Atëherë unë e respektoj Kostën, prandaj rri me Kostën se ka 2-3-4 atribute Unë e që respektoj Kostën, po mendoj që unë jam më lart po intelektualisht. kur diskuton Kosta me mu, edhe ma shpjegon, atëherë o jam hipokrit, o jam idiot, o jam invalid. Kam probleme, nuk po them invalid ka një kam. Mund të jesh moshë e thyer, nuk del dot. Mund të kesh probleme me herë diskale, mund të kesh pamundësi, nuk po i diskutoj këto pjesë. Domethënë edhe këto njerëz normalisht janë të pamundur për të ardhur, edhe Zoti i bekoft e i shërof. Shiko, në çdo lloj proteste historikisht, 1% e pakët del, nuk del shumica. A justifikohen atëherë këto persona? Se e more si temë. Jo, A justifikohet dot? as Cila është arsye pse nuk dalin? nuk i njohim. A do bëjnë ndërhyrje? Po je mirë me shëndet, më fal, ta marroj të lutem se se e kam një çik problem këtë pjesë. Je mirë me shëndet. Je mirë nga mend e kokës. Je mirë nga ana financiare, nuk po them je boss. Po jeton si gjithë ne që okay, sot nuk do blejmë mish. Po do hajmë çka kemi në frigorifer, presim ca ditë, blejmë çik mish. Domethënë jeton.
çat mungon ty që ta arsyetosh. Se aty po dalin njerëz të varfër. Se do thush ti, unë kam mene, stomaku më ka për flokësh, e nuk më let punoj nga trut. Po të kap nga flokët sepse e në një sistem kalb, i cili ka çuna gjendje. Edhe normalisht ati i di shumë mirë që dalin të varfër. Aty po dalin njerëz që kanë fëmijë në shtëpi, të paralizum, të sakatum, edhe nuk e kanë luksin me i praktis ato fëmijë, qoftë edhe për i orë. Që fakti që kemi ndetur, jo 36 vjet, po më shumë se aq, në një situatë ku na janë shtypur të drejtat, krijimi është bërë haptazi, jemi vjedhur në palës, është sepse pjesëmarrja në protestë është e vogël dhe njerëzit që nuk janë pjesëmarrës është e madhe. Kështu që për shkak të atyre ne vazhdojmë të jemi në këtë gjendje. Po themi të njëjtën gjë. Ato nuk janë, mendoj që nuk janë zgjuar nga ajo mpirje. Po themi të njëjtën gjë. Ndoshta. Domethënë, po i rin ke vargu që mos mendoni se dënimi im do jetë i kufizuar vetëm ke keqbërësit mes jush. Nga ka gjë më të mërshme se apatia. To se kuptojnë që do me thënë, të kujtojnë se apati, to nuk kuptojnë kuptimin e fjalës apatik. Po apatik je i ligë. Je person që je i papërgjithshëm totalisht, i pandjeshëm. Apati do të thotë ti je i pandjeshëm. I pandjeshmëria është virtyti i njerëzve të ligj. Nuk po të them që ke marr fund, po të them që duhet punosh me veten. Po ta apati ka një të ardhme, ka shpresë. Aty do të dalë, domethënë. Po masa do marrë mendjes. Ka njerëz, imagjino se këtu hyj edhe egoja. Ne shohim njerëz që e kuptojnë tashmë, po nuk jam më dal se meqense s'kan dalë 30 ditë, po më vjen zor po dil më vëlla. Askush nuk të gjykon përkundër. Po nuk e ka kush mendje ke ty më burr, nuk do të shofi ty një numër tek se del ti e do të vjet turp, po se ka kush mendje ke ty më burr. E kanë mendjen që kur ti kalosh para duhet dora trokasin, se do të çojnë vllajën në betejë, motra në betejë në luftë. Ajo është luftë, nuk e kuptojnë? Kjo është luftë. Je në luftë. Edhe këto janë se lufta nuk fillon direkt me thik, filloi herë zihen edhe me fjalë. Ka dhe mos marrëveshje para se të filloj, para se të bëhet lufta fizike totalisht. Vjen lufta. Jo domosdoshmërisht duhet përfundoj lufta. Po inshallah do Zoti i Madh jo më. Jo. Madje statistikisht protestat paqësore dalin më. Duhet më mirë kuptosh. Je në luftë si do me qenë. Kjo është një betejë ideologjike dhe psikologjike mbi të gjitha. Po jo më në luftë edhe fizikisht ti je aty më vëlla, ti nuk kish ku ke arma, ti je tu kundërvul fizikisht unë të bllokoj qendrën, unë nuk të lejt futesh në parlament, unë nuk mos të lejt futem kryeministri, se ti më vëlla ti po më shkel, po më sakaton, edhe po bën krime që s'ka, më thon, s'ke më frena më burr. Po kur të shpesh luftë njerëz ka frena totalisht, ka heq freksionin, ka marrë makinë me marsh që shko 0 deri në infinit, edhe vetëm jep gaz. Janë një grupacion që vetëm po e shklyn fare këtë vend, nuk di si t'ia shpreh këtyre qytetarëve. Ç'a doni më burr? Ç'a doni më? Ç'a po prisni me u bë më? Nuk ka ngel gjë pa bë më. Domethënë, vetëm më keq do bëhet. Nxjerr nga shtëpia ka. Domethënë, po i nxjerrin nga shtëpia më vëlla. Duhet t'i vjedhin tokat, t'i marrin pronat me një firmë. Shqyqy ka njerëz në institucione që janë besimtarë në Zot, edhe po e bllokojnë. Sepse Zoti është aq i madh sa pakica është më e fortë se shumica. Pakica që besojnë në Zot janë gjithmonë më të fortë se shumica. Sado luftrat janë bërë, gjithmonë pakica ka fituar mbi shumicën. Luftën, jo betejën, se beteja mund të kesh sa dushti, po. Humbet një betejë, po lufta është fituar përfundimisht nga Zoti gjithmonë. Ndërsa shumicën e bashkojnë interesat, pakicën e bashkojnë vlerat. Shumica mund duket e bashkuar edhe më kujtohet i varg, biles prap, fal se po e fus prap. Ju mund mendoni thotë se numri i tyre shumë i madh, mund mendoni se ata janë bashkuar, thotë ata janë totalisht për çam, thotë Zoti. Sepse ato nuk kanë qëllim tjetër përveç se materiales, përveç korrupsionit. Kurse një pakicë e bashkuar për hir të Zotit, po ku ka gjë që më trem mua? Mu nuk ka lek që më korrupton. Një person që e ka luftën për hir të Zotit, nuk ka njerëz që dalin në shesh për drejtat, për luftuar për njëri tjetrin, se gjithë aty po luftojnë për vetën e vet, edhe për njëri tjetrin rreth e qark. Pra ne edhe ka aq shumë mirësi mes nesh aty. Nuk ka njerëz që dalin aty dhe nuk kanë besim Zot në atë moment. Edhe këto e kena vërtetuar momentin që ne dëgjojmë se sa sinqerisht flasin në mikrofon,
kur dalin, sa fort shprehen edhe si ja mbyllin Zoti, bekov, Zoti, u bekov, dhe e kanë menën ke Zoti. Nuk ka pa besim Zot njerëz të tillë. Po. Unë nuk po them që ato do përfunojnë gjithë në parajs, por në atë moment janë me Zotin. Po ndihet, sepse dallohet shumë mirë kur dikush flet me zemër. Po e kupton, po Dallohet e edhe kupton. Se nuk ka ego, Po s'pate Zotin ke materien o nuk burr. ka famdashje, është totalisht e pastër ajo që thot. Komplet. Është totalisht e pastër. Atë Si mund ta korruptosh ti ta luftosh një lloj grupacioni protestuesish tillë, domethënë. Po, vazhdo, çfarë do thonë? po se ngjelja histori. Më fash. Është ajo fabula me elefantin, që normalisht kur ishte elefanti i vogël, e lidhin me një litar që nuk lëvizte dot. Dhe pastaj kur elefanti rritet, ka fuqi teknikisht ta shkuli litarin, por duke qenë se është mësuar që është ashtu që i vogël, kujton se është i burgosur me një cop litari që në vërtetë ka fuqinë ta shkuli let. Okej. Dhe këta, për mendimin tim, janë një prej atyre që janë te këta që nuk ngrihen ose te elektorati i gri. Kam përshtypjen se ka tre kategori njerëzish, që janë te këta që nuk vijnë ose te këta që janë te elektorati i gri. I pari janë apatikët, i dytë janë të dekurajuarit, të elefantit, e të tretët janë mosbesuesit që kanë cinisën. Apatikët Mi ndaj çik kategorit, lutem, si mendon ti me përqindje? Nuk e di me përqindje, nuk mund ta them sepse Unë e kam Mund ta ndaj. personalisht me numrin, do po. të them vetëm një gjë. Do të them diçka. Se do të them shumë gjëra për ta. Apatiku ka nevojë për një boshtë vlerash dhe për ideologji. Duhet të ndizet një ideologji që të ketë një boshtë vlerash, të ketë një përkatësi për kombin, për vendin, për Shqipërinë. Dhe të indinjohet kur e shef që po i Duhet ngrihet protest me veten një herë. pikërisht, duhet të ndezet zjarri ideologjik apatikut. Kjo është puna kryesore që duhet bëj apatiku. Duhet mësoj të ketë ideologji, të ketë vlera, të ketë bosh moral, që të indinjohet, se apatiku nuk i indinjohet, prandaj nuk ngrihet. Shef pa drejtësinë lart tek poshtë kallcepa nuk i bën përshtypje, sepse s'ka një zjarr brenda ideologjik. Kategoria e dytë, i dekurajuari duhet të fillojë të besojë që është më i fortë se sa mendon. Zoti ka më shumë gjëra në dorë se sa i mendon. Ti nuk mendon se të dy grupet bëjnë pjesë do dashje pa dashje ke apatikët? Ja se do e them. Se mendoj që janë ndryshe. Ky i dyti është i dekurajuar, ka frikë. Grupi i tretë siniku është mosbesues, do të thotë, "Ah, se ky, e di unë do përfitoj, ky s'ka provë fare." Thjesht ka një paragjykim. Ky, ky, jo unë di më mirë. Kategoria më e keqe në të treja. Unë e di që këta po shfrytëzohen protestuesit, se është kjo agjenda e këtij. Po edhe po ishte vërtet. Ore, po shfrytëzoheni, ore, po mos dilni në budallëse, po jo shfrytëzojnë, Kjo ore. është kategoria e tretë. Nga dallohen këta. Apatiku Ta janë votuesit. Apatiku nuk ndjen gjë. I dyti ndjen, por ka frikë. Ka frikë. I treti Është apatik po janë atë grad, do thojë unë. mendon se di më mirë se të gjithë. Kjo është diferenca. Po ta shikoj me lente të brendshme, pra apatiku thjesht nuk i ndjen, nuk i plas. I dyti i ndjen, po ka betejën me frikën, Është në luftë me vetvete. është frudhë vetë, pra këta që janë dekurajuar e zdalit, Si me thënë, ata janë aktivët. ata janë më arrogante. Ta. Më aktivët. Mund të jenë zgjuar, po janë arrogant. Mund të jenë Po zgjuar. merremi janë shumë me ato në fakt. Mund not wise. Them që kjo tema e njerëzve që s'vinë, Se do të themin që të fundit. hajdeni, let vinë dar Zoti i madh edhe ta shikojnë. Unë ftesën e kam këtu sepse është ndrysh ta shikosh protestën, është ndrysh ta përjetosh protestën. Hajdeni në protest, ta shikoni çfarë do të thotë. Ka ndjeshmëri krejt tjetër. Madje hajdeni edhe në marshim. Pikërisht. Aty do e kuptoni, aty do të thyhet këtyre që se Miti. ai që është apatik, ai për mendimin tim ai nuk bëhet, po ky elefantit, Unë them që ky elefantit ka më shumë shpresë. Edhe jam dakord me Kosën këtu. Ju të elefantit niseni, jepini shembull Unë atyre. mendoj që Atyre që shpreh janë telefon. kanë ato individ që nuk kanë nevojë për ftestash më, sepse protesta Qa fteta po pret më. çfarë fteste Zoti e të di duhet kush ka protest. shpresë, po do të them vetëm një gjë. Ne si një kolektiv, si organizëm i gjallë që tha Albani, në mënyrë të përdesë kemi një përgjegjësi me të treja këto kategori që krijova unë tani, se nuk janë kaq të prera. Të parit duhet ti japim një shembull që të ketë Për shembullin po ja japim tashmë, Bosh vlerë, do të 35 vazhdojmë ditë të ja jenë. japim shembull. që ti ndizet ai zjarri ideologjik, ketë një ndihmë. Të dytit duhet t'i japim shembullin, se me shembulli është më i mirë. Kurse kategorisë tretë duhet të jemi shumë të vetë përmbajtur, shumë të qetë, shumë të kulturuar, mos të përgjigjemi me inat, me zjarr, edhe t'i japim një shembull që shiko se ne vërtet
vërtet protesta mund të instrumentalizohet, mund të përfitojnë grupime ndryshme politike apo agenda më të mëdha. Por ne nuk kemi budallëj, ne jemi të vetëdijshëm që ajo mund të ndodhi, por ne po dalim këtu sepse kemi ideologji, kemi një lloj vizioni dhe kemi një dëshirë që të krijojmë atë prezencën që ky popull të mund të zgjohet nga kafa siç është zgjuar. Sepse siç e tha Erdogani, më kujtova atë pushteti që si unaza e Gollumit te Lord of the Ring. Kushdo që ta marri, herë të vonë do korruptohet. Dhe nëse nuk është një popull që ka kulturë protestën, si kundërpedal që t'ja heqi. Po, nuk ka botë ideale. Duhet të jemi realistë. Duhet të jetë gjithmonë dikush që t'ja heqi unazën, sepse kushdo që do vi, që do vendosë. Si mendoni, herë të vonë do korruptohet. e vendosëm këtë si precedent? Po e themelojmë. Unë e besoj këtë gjë. Për herë të parë, po, për herë të parë, do të thonë histori, paktën e 125 vjet të fundit. Që ke shekollorti. Shkruan realiteti, se këto thonë, ne kemi qenë, nuk dalun se kam qenë thoshte njëri në 91-shin ke protesta studentëve, e qujnë kështu, e kam kryu misionin sikur kur lind, jepet njërë në jetë protestë. do shkosh më hax, herë në jetë do bosh protestë vllai. Po e bone herë, nuk ke mo, dash për benefite, po ke kry. Ç'është kjo? Ç'është kjo, dola unë 91-shin kryva misionin. Po këto 36 vjet jam ai që kam bo korrupsion, kam bo gjithë zeza, se si i bi, domethënë, një person i cili nuk e kupton se çapo nothesh edhe insiston ke fakti që unë 91-shin kam bo protestën time, e quhet vetëm se. Në fakt e kam dëgjuar te disa këtë që E kam pas debat konkret me një person edhe i thash biles unë e ti më vlla jetojmë dy realitete krejt ndryshme bashkë. Më thonë unë të respektoj mendimin, vlerësoj për qa është për të vlerësu, flasim bashkë më thetë, thash po unë e ti si jemi njëti karakter. Sepse unë e gjykoj se këto kujtojnë se do jetojnë, nuk e kuptojnë pse janë tokë. Jeta në tokë është lind, luftë, ka momente pauze, knajtësie, më the, po e luftë deri në momenti që i kthe këmbët, e mbyll syt. Jeta është luftë. Këto e kam kryu misionin tim kur kam qenë 20 vjeç edhe tash 50 si do. Është interesante fakt se kjo protesta ka ngjallur lloj-lloj diskutimesh, ka gërmuar në Unë e kam thënë që protesta në fjalë për natyrën që ka, për se përmenet shpesh aty revolucion, po kërkohet, po tashmë është bo një revolucion. Ne po jetojmë revolucion aktual. Çfarë është bërë? Ndalu që këtë se jam shumë... është bo një revolucion në mentalitetin e popullit. Kur do e bëjmë revolucionit? Çfarë revolucioni është bërë? Po janë ato njerëzit kategorisë tretë kostos. Deri njerëzit du ta di. Që me drejtë ta sqarosh çfarë revolucioni mendon ti se është arritur deri tani. Po ti ketë bosh me një pushtet i cili po lu menç, njerëzit nuk e din se ne kemi dëgju muhabete se ç'a bëhet nga mrapa, se ç'a bojnë ato. Këto janë në horror, to po përjetojnë të merr, tyne nuk i besohet. Kryeministrit me çka ka rreth e qark nuk po i besohet ç'a po i nov. Po losin menç, nuk e dia flen gjumë, se dia kanë fjetë përpara këto growth hormone morin formë suplementi, po aktualisht nuk e di si flen gjumë këto, a flen as flen. Këto po përjetojnë makth. Këtyne nuk i besohet dot. Këto kanë kalu në urrëtie të papame ndaj protestës. Leje këto furçat online, se ky e tregoj se çfarë fytyre ka, domethënë, edhe çfarë menimi ka për protestuesit. Fiks. Por që si e morët ju fyerjen që bëri ndaj nesh? Ose a e quajtët fyerje? Qa fyerja është i person që për mu mirë. ai se ekziston. Ai nuk ekziston. Apo ishte më shumë si ushqim për të vazhduar protestën? Përveç të tjeresh. Ai po tregon një popull i cili është ngret në nivel. Edhe po arrin të prodhoj një reakcion tillë nga lartmadhënia e tij. Domethënë, ai që po reagon në atë formë është tregues që realisht populli po ndryshon. Fitoj dinjitet. Po fiton dinjitet. Jo po fiton dinjitet, po realisht po jep vlerë njeriu tashmë shqiptari, po kupton që nuk do të thotë që është një gjë të kesh lek, mirëqenie, pasuri edhe pushtet, edhe një gjë të jesh i person me integritet, parimor, moral, edhe një person që ka i shpirt madh. Besoj se ky krahasim i elefantit që parë përputhet edhe me këtë pjesën që ne nuk e dinim që mund të realizohej kjo gjë. Po. Edhe që mund ta rifitonim dinjitetin kaq shpejt. Është kaq e thjeshtë, mjafton ta marrësh vendimin edhe të bëjmë bashkë. Edhe të bëjmë bashkë. Dhe është procesi rritemi sa më shumë.
Po do të shoh një gjë për se më kujtove diçka. E para shumë vërtetë që tha Albani që se kam parë shumë persona që kritikojnë përdorimin e fjalës revolucion. Në vërtetë revolucioni nuk është thjesht që shkul gardhe, është revolucion në mendësi, në mentalitet dhe Jo, shumica kërkojnë që çfarë revolucioni po bëhet, ja sa e gjykojnë. I mendësisë. Nuk po e kuptojnë që Praktikisht çapo ndryshon thonë ato. Dhe praktikisht nuk efektin e protestës nuk e kanë kuptuar njerëzit. Me shëngjes. Ndoshta edhe shumë pjesëmarrës aty nuk e kanë kuptuar që është arritur diçka. Ose më saktë, në rast se do të mbyllej sot protesta, a kemi arritur diçka? Akoma jo, por jo, unë mendoj se po. Është pra gabim. Sepse zgjedhja e gabuar e fjalën. Kemi arritur, por jo ende potencialin që kemi, këtë do të thoja. Nuk e kemi arritur ende potencialin, kemi ende shumë për të dhënë, por kemi arritur shumë gjëra. Edhe Po marr rastin më të keq, në rast se mbyllet protesta, çfarë kemi arritur? Tyt janë ngret njerëzit në protest vetëm për parti deri më sot. Tashi njerëzit kanë mësuar që momentin që ti më shkatron pensionin, më shkatron shëndetësinë, më degeneron si njeri, si popull, më shkel me kam në atë pikë, unë ngrihem. Unë nuk e di që arritje se si e kuptojnë to edhe si nuk e quajnë revolucion këtë. Do me thënë ku ti nga skuadrat e futbollit që e ngret për skuadra futbolli, praktikisht kjo më e mirë se skuadra jote, ne po ngrihemi për drejtat thelbësore të jetesës. S'ka gjë të keqe. Po ngrihemi për vjedhjen, po ngrihemi për shëndetësinë, po ngrihemi për drejtat bazike tonat. Më thënë, mësum që të ngrihemi për drejtat tona më në fund. Një herë e kena bo, ka qenë 2013, edhe ne kena qenë pjesë e fortë e protestës, po s'ka pas lidhje fare me këtë protestë. Ky e ka tregu, ky duhet ishte shkull që në 2013, më dha. Ky lloj pushteti që është sot, bashkë me ato që i kanë kokë, duhet ishte e nxorri fytyrën në 2013 se çfarë është, për ato që se kanë ditë. Edhe prap ti ka fut armët kimike, pa e kuptu fare, do më thonë, tu i këtë varrosme në për Shqipëri, prap u marë, prap e ka bo. Po këta ka tregu se qa është edhe se qa të pret. Në njeriu lind nuk bëhet, se këto janë njerëz që kujtojnë, ama se ka qenë njeri mirë, po kush e di shoqëria keqe. Me kalimin e moshës, thjesht të bje fasada dhe del në pa që ati ke në shpirt. Je shpirti lig, apo je shpirti mirë. Më thonë, njeriu lind, këto nuk ka shanse. Pra ne nuk duhet dorëzu kjo protestë, sepse këto nuk ndryshojnë. Ai do da, unë e di shumë mirë se një moment do i përplaset, do i thyet aja pasqyra me cilën zihet mes drek dark. Se ai del pasqyrë, sha e bo, po është fytyra e tij anë nga krau tjetër, se nes na prek fare. Do vi moment, do me thënë që do e kuptoj se ku është në çfarë bataku ka ra, edhe do filloj të kaloj nga ky krau që shiko se do tentoj të bëj kompromis. Do tentoj të bëj të përdori mjetin e djallit, që është kompromisi. Ne nuk dorëzohemi më. Nuk ka kompromis. S'ka kompromis me njerëz tillë, do me thënë. Duhet të kuptojnë këto që janë pushtet që se ikin vetë, se i hoqëm ne këto burgun e kanë pashmangshëm. Unë jam për te burgut, unë jam sekuestrim total të pasurive që kanë tu në Shqipëri, Turksen, Kajkos, Zvicër, Malt, ku do t'i ke në Amerikë, sekuestrim total të pasurive. Vendodhen gjeografike se dim, por totalisht sekuestrim të pasurive të gjithë pushtetarve, gjithë kanë vjedhë, gjithë pa fund fare. Asnjë nga ato s'është i lam aty, çka ka hyrë mrena. Por që edhe të bizneseve, të sekuestrim total të tyne oligarkëve, totalisht, do me thonë. Edhe surgjenosje, përjashtim, edhe jo burg me pesyje, po punë vullnetarë, unë për punë vullnetarë, vla. Do të hash buk në burg, për këto lloj tipash, do të hash buk në burg, nxirre bukën e gojës. Dëgjon, pastro plenat, pastro pusetat, mbill lule, bojnë e gjo, ti nuk ham buk aty me taksat tona mo. Bollë ke vjedh, s'ka mo drejt, pastro halet. Në falë se shprem shu. Nuk e kuptoj këtë burgun me PlayStation mrena, me Xbox, me gaming computers edhe me ekrane kështu me panorame, më the thash. Burgu është burg. Unë jam dakord që të reformohen, të lexojnë libra, më the tash, po qelia është vrim. Po ata janë të lexuar, s'ka nevojë të lexojnë tash.
Punë vullnetare. Daç lexojnë, daç mos lexojnë, ato duhet ta qizin bukën e gojës. Ky lloj burgut, domethënë, protestat duhet kuptoj që reformimet duhet vinë shumë më të forta se sa thjesht hedhja e këtij pushteti në tokë. Do i reformim ekstrem. Kjo është vetëm një pikë fillimi dhe do shumë punë, është i procesi gjatë. Soi të bëhen ato që po them. Përveç asaj, se shumë janë të shqetësuar kush do vi, çfarë do vi, kushdo që të vi, të paktën u vendos kjo mundësia që karrierja nuk është e përjetshme, nuk është me 4-5 mandate, por që uji duhet qarkulloj. Ne mësum të hedhim pushtetin tokë. Domethënë, ai që tha Kosta shpar me drejtë është që këto tashmë e mësuan që me këtë popull nuk luhet. Nuk ka kom në tokë që nuk bë korrupsion. Se një është natyra njerëzore, shumica e njerëzve janë të liq, fatkeqësisht, në botë. Pakica janë të mirë, por ka norma qytetare. Edhe një person i lig është i lig këtu, i lig edhe në Europë, që i shpresoj mos fusë e Europa me temë tjetër, domethënë. Po ka kulturë qytetare. Pra ta largon ty limitin e tmerrit. Domethënë ta bën në atë pikë sa ti duhet hulumtosh fort, ta gjesh tjetër korrupsion, bën korrupsion. Jo korrupsion ku dëgjon, hajde ndrojmë dy pllaka si do e bëjmë kush do i mori lekët. Prit, lutem. Bëje në nivele ekstreme se nuk e shman dot, në këtë du, të shtyhet sa më larg, jo në mjekësi, jo në drejtat bazike, jo në pensione, jo në thash, domethënë gjëra bazike që ne vujmë minim, unë nuk e kuptoj, pra ne thash, ne vujmë në Shqipëri, vujmë gjëra minimale. Nuk i vu kërkush në Europë të gjëra, domethënë ne vujmë në minimum. Atje vujnë, kur thote i shoku jon, atje kanë aq interesi sa merren me dhëlpër në kuqe, mamen. Kurse ne merrem me bukën e gojës, a do hajm thrime apo do hajm në fet sot. Kjo ishte e gjitha, domethënë. Kështu që kushdo që të vi në pushtet tani e mrapa, do e ketë qartë që ka të bëjë me një popull i cili është i gatshëm u ngret, është i zellshëm të ngrihet. E rëndësishme është që ta hedhim edhe të arrijmë qëllimin e kësaj, pastaj është hap tjetër ajo se kush do vi. Se tani po kapen shumë se kush do vi edhe pa duke hequr. O rëndësi ka kush do vi, po hajde herë të kryjmë, shkojmë ke zhëja. Shkojmë ke zhëja pa shku ke aja. Që ka thënë Martin Luther King Jr. që s'ke nevojë ta shikosh gjithë shkallaren, bëj hapin e parë. Hapi i dytë vjen vetvetiu. Do vi momenti. Po do shkojmë dytën e tretin, por e rëndësishme është që ka menduar se ne jemi njerëz të pamend, ka menduar se ne jemi njerëz që shtyhemi lartë poshtë shkollave, por ka pasur shumë gabim. Edhe unë. Në kombin tonë, në DNA-n tonë, në shpirtin tonë, ka njerëz që janë mendimtar dhe ka njerëz që janë lufttar dhe që do luftojnë për të mirën dhe të drejtën. Dhe ja ku janë pasojat. Edhe do kuptojnë shumë mirë se sa luftarë, sa të mençur janë ka këtu në Shqipëri realisht. Keni pasur momente që me që protesta zgjati kaq edhe besoj që do zgjas akoma më tej. Keni pasur ditë që keni menduar që nuk do dal ose nuk ja vlen dalësh? Po, normalisht të gjithë kemi zëra fizik në instinktiv që përpiqen të na si magnet të na çojnë drejt rehatis, por jo përveç anës rehatis, po flas edhe për informacionin që merret nga informacionet ndryshme që merren online. Edhe që ta zbejnë atë... Sigurisht që secili për nesh ka një betejë të brendshme, se bombardohemi nga informacione, bombardohemi nga instinktet tona të brendshme, por në fund... E bëj këtë pyetje sepse çdo protestues besoj se e ka pasur këtë edhe dua që të jemi sa më të sinqertë, edhe si ta ka përcejmë këtë? Jo, përveç të ndjerës keq, si ta ka përcejmë këtë dhe që të jemi insistues edhe të shkojmë deri në fund. Po. Veprimi është ilaçi më i mirë në raste. Edhe qëllimi. Shtyheni veten me zor. Jo vetëm ajo po. Më thon, ditë për veten tënde, nëse del për veten tënde çrëndika. Unë kam një qëllim se po dal. Rrike qëllimi që ke dal. Më thon, ne kur marrëm vesh ca element i përqinjeve të vogël janë të infiltruar aty brenda, ne u dekorajum, e kena diskutuar këtë pjesë. Edhe pastaj kuptuam thelbin. Do i vi koha dhe aty në momenti. Do i vi si që i vje këtyne, se më thonë, nuk jetojnë realitet ato që janë pushtet, nuk jetojnë realitet ato tjera që hynë ashtu. Ato si janë realitet. Po do i vi momentit gjithve këtyne, do i bi fasadë, do i aqis ftyrën Zotit gjithve këtyne. Do i aqisi ftyrën, të më thonë. Edhe ne do jemi aty gati, me Zotin krah, për t'i hedhë.
Kjo është, domethënë, rrike qëllimi, po dalin për veten tonë, që rëndësi i ka se X-i s'po vjen më. Nuk kena dal aty për funksion social. Kemi dal për të hedhur një sistem. Edhe pse është e lodhshme, Edhe nëse do ngelen vetëm protest, do ngelesh vetëm, qëndroj deri në fund, domethënë se nuk ka formë tjetër. Nuk ka si të bëhet ndrysh. Kështu që çrëndësi i ka se komshiu nuk del. Edhe pse ka ditë që ndihemi kështu si të lodhur, ose sikur nuk po ja dalim, ose sikur nuk po shkojmë drejt qëllimit, e rëndësishme është që të kemi si objektiv qëllimin final edhe ta shtyjmë vetëm dalin, është një sakrificë, sepse disa mund ta shohin si sakrificë, qoftë fizike, mendore etj, por që mas sakrificës do vinë ditë bukura, do e arrijmë qëllimit. Më të bukura se këto që kemi pa diskutim një. Kështu që është thjesht një periudhë tranzite për një qëllim më të madh. Ti tani çfarë do shtoje? Asgjë, thash. S'kemi çfarë shtojmë. S'ke çfarë shtojmë. Vetë Zoti na ndihmoft. Nuk. Edhe shpresojmë të jemi denj, domethënë si kom për ndryshim. Tashi edhe Rama në Burg, Berisha në Burg. Po këtë desha të pyesja kë parull keni. Revolucion Rama në Burg, Berisha në Burg, bashkë me Enko, bashkë me gjithë nga mrapa, gjithë në politikë e në biznes. Unë nuk kam dallim parullash, kështu që mjafton që të jenë efektive, përveç atyre me fjalë të pista që nuk përtas. Më përshtaten me parimet, po. Tash shpresoj në episodin e radhës të kemi arritur, pse jo, në rezultate. Kemi du diskutu fitoren. Duke diskutuar fitoren. Svesh janë vegjet, po do akumulohen. Po. Jena në beteja, më thënë, lufta është e gjatë. Lufta është derisa të thejnë komat. Tani bëuni gati, mbyllim xhirimin edhe se po na pret vajti ora e protestës. Po, du të me shku. Kështu që takohemi atje. Shimemi tek vendi. Te sheshi. Nuk jeni vonë asnjëherë. Hajdeni te vëllezërit e motrat. Po.